General Gecaj, me ju doja të kaloja tek një element i rëndësishëm i kësaj bisede, ka të bëj me deklaratat e një pasnjëshme të fundit të presidentit Trump lidhur me mos angazhimin e aleatëve të tij perëndimor, antar të Aleancës Ushtarake të NATO-s, dhe ka patur deklarata të ashpra kundër tyre. Dhe më konkretisht, në 20 mars, ai thot, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-ja është një tigër prej letre. Ai e quajti faktin që ata refuzuan të ndihmonin në hapjen e ngushticës së Hormuzit, aleatët tanë të NATO-s janë frikacak dhe ne do t'u kujtojmë. Ne nuk kemi nevojë për asnjë ndihmë nga NATO-ja, por kjo që bën ata është e padrejtë dhe e fundit. Ky ishte një gabim shumë budalla nga vendet perëndimore të NATO-s dhe ne nuk do t'i mbrojmë ata që nuk na ndihmojnë në këto ditë. Ju shihni me këto deklarata dhe me këto krisje të her pas hershme që kanë patur presidenti Trump me vendet kryesore, Britani, Francë dhe Gjermani, krisje të lehta apo çarje, apo janë thjesht në kuadrin e retorikës që ai i përdor? Tashmë jemi mësuar që nga zoti Trump të dëgjojmë deklarata të ndryshme, shpeshherë deklarata shumë të vrashta dhe shumë të ashpra karshi partnerëve të NATO-s. Mirë po ashtu jemi mësuar që her pas herë të shohim edhe të dëgjojmë prej vetë zotit Trump, i cili po ato deklarata që i thot më herët, më pastaj shkon duke i ndryshuar dhe duke i përshtatë nevoja dhe momentit të tij politik. Dhe në këtë kuadër, mendoj që deklarata ka qenë paksa e ngutshme për mendimin tim, për shkak se NATO-ja ka disa forma të saja të veprimit dhe momentet të saja të veprimit të cilat janë shumë të ngushtë të lidhura me vetë konceptin se për çka është kriju NATO-ja, kështu që është marrë parasysh edhe një fakt tjetër, dhe ky fakt është që në lindje po zhvillohet një luftë në mes të Rusisë dhe të Ukrainës, dhe shtetet evropiane, të cilat janë numri më i madh i shteteve anëtare të NATO-s, janë të fokusuar dhe të angazhuar drejt Ukrainës në mbështetje ushtarake dhe politike, kështu që një orientim i NATO-s edhe ka Irani sigurisht që do të ndikonte edhe në këtë pjesë pra të Ukrainës, me çka rreziku për Evropën do të ishte më i madh. Prandaj them se vetë kreu politiko ushtarak i NATO-s i ka peshu këto gjëra pak më mirë dhe pak më drejt, dhe pikërisht për këtë arsye është marrë një qëndrim i tillë çfarë e kanë shtruar edhe para mediave vetë liderët e shteteve të fuqishme si të Francës, Britanisë të Madhe dhe Gjermanisë, por edhe vetë kreu i NATO-s, i cili ka bërë me dije që NATO-ja ka disa objektiva dhe synime që dallojnë paksa nga ato amerikane. Prandaj unë mendoj që këto veprime kanë qenë të mençura nga ana e NATO-s, sado që quhen nga zoti Trump se NATO-ja pa Shtetet e Bashkuara është një tigër prej letre, por megjithatë aty ka një vlerësim korrekt të situatës së gjithëmbashme, dhe ky vlerësim unë besoj që me kalimin e kohës do të kuptohet drejt edhe nga zoti Trump, për shkak se një stabilitet ruhet në Evropë e ndihmon edhe vetë zotin Trump në luftën e cila zhvillohet karshi Iranit bashkë me Izraelin dhe partnerët të tjerë. Kështu që unë nuk shoh një ndamje tepër alarmante mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, por janë këto disa mospajtime në ide, në mospërputhje në koncepte, dhe këto me kalimin e kohës sigurisht që do të imponohen që të korrigjohen, jo se ndoshta do të ketë lider, do të kenë vullnet dhe dëshirë, por këto imponohen nganjëherë, dhe sigurisht që në momentin e fundit do të ketë edhe koordinime të tjera të cilat do të mbështesin këto balanca, sepse
balancat që po bëhen në lindje me Iranin në këtë rast nuk janë balanca që mund të shikohen në një kuptim të ngushtë vetëm në lindjen e mesme, por këto janë balancat të cilat kanë reflektim edhe në balancat e superfuqive, siç janë Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po këto pjesëzat e mozaikut janë ato që do ta përmbyllin një synim përfundimtar të fuqive të mëdha dhe interesave të tyre në botë. Po.